Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 25. Data 25 korrik të 2026, duke se ka të bëjë një ditë shumë e rëndësishme sepse Neptuni në retrograd në dash formon një gjashtkëndësh, do thotë me Plutonin në retrograd në ujor. Një kënd shumë i fuqishëm shpirtëror dhe transformues, nuk është një aspekt i përditshëm apo i lehtë, por është ndikimi dhe favorizimi më i madh që ndodh në anën tonë. Megjithatë, ka të bëjnë edhe me miqësitë, transformimet dhe ndryshimet të mëdha. Ndikohen më shumë të shenjës së dashit ujori i 10 diçit parë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Ndikimi që kanë bëjnë janë më të ndikuar, do thotë binjakët, luani, peshorja dhe shigjetarët e 10 diçit parë, sepse ky kënd u jep frymëzim, vizion dhe çështje pune dhe karriere. Duke të parasysh që në anën tjetër kemi të bëjmë me rrugë të reja në karrierë. Demi, akrepi, luani që mund të ndjejnë intensivisht për shkak të Plutonit në ujor, sidomos nëse në këta ndryshime dhe ndikime janë fantastike. Tani parë se të fillojmë me 2 shenjë zodiakale, unë ju uroj dhe ndikimin më të madh se ka të bëjë në çdo drejtim, në çdo shans sot, mundoni që të jeni korrekt dhe ju uroj në punë, në çështjet e punës së karrierës, sepse ka diçka shumë të madhe që do të thotë ekonomi, do të thotë stabilizim, do të thotë mundësi në çdo vend që juve shkoni. Është një ditë shumë e rëndësishme për nga ana ekonomike. Por për ju që interesoni për parashikim të detajuar, atë kemi pikërisht faqen roz. Shkoni atje duke e klikuar në www.astrologo.al dhe më pas mund të shikoni se çfarë dhe se si mund të abonoheni për të marrë një parashikim të detajuar dhe më pas shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin në sekretari, në poshtë siç e shkoni atje dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të merrni drejt për drejti përgjigje në WhatsApp se si funksionon shërbimi. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për të shenjës së dashit duket se ka të bëjë shumë ndikimi dhe mundësia e pozitivitetit dhe e rëndësisë së veçantë mbi atë çka ndodh, mbi atë çka është. Është një nga mundësitë më të mira, sepse duke pasur parasysh dashi 10 diçi të tretë ka ndikimin dhe favorizimin më të madh të që ndonjëherë, kurse 10 diçi i dytë do merret shumë me ekonominë dhe stabilizimin, por vëmendje do të jetë tek kontratat dhe mundësitë që bëhen. 10 diçi i tretë, edhe pse pe pak vështirësi ose ka diçka që nuk shkon mbi atë çka është realizueshme dhe do të thotë e përgjithshme kanë një mundësi dhe një kohë të përshtatshme mbi stabilizimin edhe gjëra të mëdha financiare të biznesit dhe të shësheve që lidhen shumë me ekonominë, lidhen shumë me vazhdimsinë. Në fushën e dashurisë, juve të shenjës së dashit keni një mundësi shumë të mirë sepse lidhet edhe me ndikimin e peshores, por edhe me bricapin të 10 diçit të tretë, kurse me gafore dhe me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, megjithëse demët duket se kjo periudhë është nga periudhat më ndikuese, edhe pse ka të bëjë me çështje kontrollit të punës, të vendimeve, të ndryshimeve, sepse me ndryshimin kanë pak të ndikuar këtë, për arsye ekonomike, për arsye të ndryshimeve të mëdha që vinë drejt jush, por gjithsesi keni kohën, keni edhe mundësinë, ndikimin dhe pozicionimin e planeteve, sepse nga ndonjëherë gjërat mund të mos jenë ashtu siç i presim, por është ashtu siç duam ne. Dhe kjo do thotë një nga ndikimet më të mira të mundshme në lidhje me vazhdimsinë dhe korrektësinë. Kur Neptuni që formon gjashtkëndshi me Plutonin, është këndi më i mirë, është këndi më favorit në ato çka ndodh, në ato çka kërkohet. Prandaj do thotë ndikim, do thotë rrezatim mbi mundësitë dhe periudhën që ndodhin fenomenet. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me ujor është dalja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjes dhe problematikave që nisin me anën ekonomike, nisin me ndryshimin e madh dhe vendimet që do të merrni. Por nuk do të thotë se ka një problem shqetësues këtu për arsye të anës financave, por edhe në anën tjetër, sepse duket ndikimi, duket mundësia dhe periudha që ndodhin fenomenet. Ajo është nga momentet më të arta në ekonomi dhe në stabilizime, por megjithatë keni mundësinë edhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet që lidhen me punën dhe udhëtimet. Lidhen me udhëtimet është momenti juaj
dhe mund të shikoni çfarë do të bëni. Binjakët nga ana tjetër ka një ndikim shumë të mirë sepse ujori në lidhje në kuptim shumë të mirë me i trekëndësh që bën me Neptunin dhe me Uranin, është nga mundësitë më të arta për zhvillimin dhe ndryshimin e madh që vjen drejt jush, por nuk do të thotë kjo se çfarë ndodh në të ardhmen. E ardhmja është sot dhe është nga mundësitë më të mira dhe pozicionimi i planetave që është ndryshimi dhe ndikimi më i madh i që ndonjëherë. Në çështje që lidhe me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak Briçap, binjak Virgjeresh, binjak Pesh është diçka mjaft e mbar dhe tepër pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani në këtë periudhë është një nga periudhat më të ndryshueshme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit sidomos është një nga momentet më të arta sepse juve të kësaj shenje, sepse gaforet kanë mundësinë dhe kohën e duhur në punë, sidomos 10 i parë që do merret me punë që ndikohet në çështje punë dhe karrierë, kurse 10 i dytë dhe i treti është shumë i fuqizuar, i favorizuar mbi atë çka ndodh, mbi atë çka është. Dhe është një nga mundësitë më të mira sepse është ndikimi i reputacionit, i mundësive, i kohës, i vazhdimësisë dhe i vendimeve të mëdha që vijnë. Megjithatë, kjo do të thotë një nga kyçet kryesore të punës, sepse stabilizimi dhe mundësia e artë që keni tani e tutje është në një moment mjaft ndikues, rrezatues në atë çka bëhet dhe mundësitë të arta që keni tani e tutje. Një nga ndikimet dhe mundësitë që ju keni ndash në anën ekonomike financiare, ndash në ndryshimet dhe vendimet që merren, por kjo është koha juaj, është ajo çka ju keni dhe mundësitë që ju vinë në këtë aspekt. Në çështjet që lidhen me anën e biznesit dhe të karrierës jeni me shumë fat sepse do të mundoheni të zgjidhni gjërat ku doni juve, sepse kjo është periudha, është dhe mundësia më e artë e që ndonjëherë për stabilizimin dhe gjërat më konkrete që juve keni dhe është një nga ajo çka mendojmë dhe gjykojmë mbi anën e financave dhe të biznesit. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e 10 i parë, me Briçap të 10 i tretë që është perfektja, por një nga mundësitë mund të jetë edhe me peshore, sepse keni pasur disa çështje të lëna pas dore, por mund të rregulloheni sepse një debat i vogël mund të jetë shumë pozitiv nesër, sepse debati bëhet për të mirën e lidhjes ose të vazhdimësisë. E përgjithshmja për juve të shenjës së gaforit dita e sotme është një nga ditët më të mira, më të arta, jo problematike, por vendimtare. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanët duket se tani për tani është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi që vërtet starton, stabilizon anën ekonomike financiare, stabilizojnë disa gjëra që vërtet duket në parim është mundësia dhe momenti, në anën tjetër është një nga ndryshimet më të mëdha që vijnë mbi punën, mbi karrierën dhe mbi marrjen e vendimeve të rëndësishme që do të keni tani e tutje, sepse rëndësia është ajo çka bëni në fushën e karrierës, çka bisedoni ose gjëra që janë konkrete mbi ato që keni, por rritni stabilizimin dhe komunikimin. Dhe kjo është një nga mundësitë më të mira të mundshme për sa i përket punës suaj, për sa i përket asaj çka juve jeni, çka juve keni mbi ndryshimin e madh. Mundësitë që janë dhe koha që juve do të keni është një nga momentet më të mira të mundshme dhe ndryshimi më i madh që është puna, karriera, ajo mundësia e artë që juve keni, por ndryshe nga që mendojmë, ndryshe nga që gjykojmë, sepse nëse neve kemi të bëjmë, sepse luanët nga një anë e ndikojnë gjërat, por nga anën tjetër kanë dhe mundësinë e punës së tyre. Një udhëtim që do bëjnë të shenjës së luanët duket se do të jenë mundësinë tani në këtë periudhë. Është një nga periudhat më të arta për sa përket udhëtimeve dhe stabilizimeve të tyre. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e 10 i parë, me peshqit e 10 i tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Virgjeresha. Për sa përket Virgjereshat duket se tani në këtë periudhë kanë edhe si mundësi, por edhe si moment për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat që kanë në dorë, sepse është mundësia tani, është puna ajo që ka ndodhur në anën tuaj, por vazhdimësia dhe zemërgjërsia që rritet me punën, rritet me karrierën dhe me gjërat e tjera që do të ketë tani atutje. Mbi çështje që lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, lidhen me mundësinë që jepet, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Virgjeresha do të shikoni që shumë gjëra do të ndryshojnë në fushën e karrierës, në fushën e punës së tyre, por në dashuri duket se kanë bënë me peshk këtë dhe 10 i tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshoreve. Për peshorët, në fakt tani në këtë periudhë që neve jemi për afrohemi fundit të muajit korrik, por meqense juve keni të bëni me disa ndryshime
Këto janë ndryshime rutine, ndryshime momentale, nëse ta marrim kështu. Ka një farë ndikimi dhe një farë zhvillimi dhe ndryshimi të madh për sa i përket punës aktuale dhe për sa i përket disa çështjeve ekonomiko-financiare, dhe një nga mundësitë më të mira të mundshme ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me ekonominë, stabilizimin, mundësinë dhe ndryshimin e madh që vjen. Ndryshimi i madh është mundësia, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më me zë dhe më pozitive të qenë ndonjëherë për sa i përket çështjeve aktuale, për sa i përket disa mundësive që janë shumë të mira të arta tani e tutje, por dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim, por një nga periudhat që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën, në jetën e punës, në karrierë dhe me ndryshimet e tjera që janë tani e tutje, është një nga momentet më të mira dhe shumë pozitive për stabilizimin ekonomik, për stabilizimin e punës suaj dhe të ndryshimit të madh që ju e keni. Me ndryshimin e punës nuk ka vend për të shqetësuar këtu për arsye sepse ju e jeni të dhënë ose keni disa gjëra që mund të ndikoheni në karrierën tuaj, por edhe një nga ndryshimet më të mëdha financiare është një moment që do të shikoni gjërat të ndryshojnë në fushën tuaj. Në çështje shpirtërore lidhet me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Me akrepët, kjo periudhë është një nga periudhat që vërtet zëvendësojnë të ardhmen sot, sepse është një moment shumë i mirë për sa i përket akrepëve, sepse akrepët duket se kanë ndryshimin e madh në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe lidhje me një çështje shumë madhore për punën aktuale, dhe një nga ndikimet më të mëdha që keni tani atutje janë në anën tuaj më të mirë dhe mundësitë të ardhme që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Ujor, duket se është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Po shigjetarët duket se kjo periudhë, ky fund muaj dhe pikërisht kjo ditë është një nga ditët që do të diktojnë, do të ndryshojnë shumë në rrjedhën e historisë, të ekonomisë, të gjërave që do të keni, por megjithse pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e mirë, me sa duket i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur mbi atë çka juve kërkoni dhe realizoni. Por megjithatë, nuk duket se ka probleme ose ka diçka që nuk shkon për arsye të punës suaj, për arsye të disa ndryshimeve që mund keni, por megjithatë është kjo periudhë tani që kërkon shumë kujdes dhe vëmendje mbi ndryshimet që juve keni, por një mundësi është tani për të parë se çfarë do të bëni në ekonomi në lidhje me disa ndryshime. Këto janë ndryshime favorite për momentin, prandaj shikojeni pak gjërat, sepse janë disa gjëra që mund të shikoni në anën tjetër mbi takimet, bisedimet do të keni mundësinë tani e tutje të shikoni gjërat se si do të ndodhin mbi jetën, mbi vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Ajo që do të keni në fushën e dashurisë është një moment shumë i mirë ekonomik, sepse do zgjidhni shumë probleme të mbartura nga e kaluara, por tani e tutje gjërat janë shumë herë më mirë në fushën ekonomike. E dashuria duket se me virgjëreshe dhe diçitet është perfekta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Për britsjapët duket se tani e tutje disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç i prisni juve, por është diçka që juve e kërkoni me insistim në lidhje me punën, në lidhje me takimet, lidhje me bisedimet, dhe këto janë bisedime, nuk janë bisedime rutinë, por janë bisedime që do të shikoni vetë të ndryshojnë fushën e karrierës, të ndryshojnë në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimit madh, sepse e keni mundësinë. Kjo është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizime dhe takime të rëndësishme. Kjo është një moment mjaft i mirë. Tani atutje, mos i vini gjërat pasdore, sepse do keni mundësinë për punën tuaj, për karrierën tuaj dhe vendimet që do të merrni. Në vazhdimsi nuk keni vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për sa i përket ndryshimit, për sa i përket mundësisë dhe kohës që juve keni në punë, keni në ndryshimin e madh, gjithashtu e përgjithshmja duket se është shumë e mbarë. Dashuria megafore është ndikimi më i mirë. Shkojmë tek shenja radhës, që janë shenjës së Ujorit. Për Ujorët të duket se tani e tutje disa gjëra mund të mos jenë në vijë për arsyen tuaj, për punën tuaj, por janë në anën e pozicionimit të planeteve, sepse është një nga periudhat më ndikuese, më pozitive dhe më të rëndësishme për sa i përket punës tuaj, për sa i përket marrjeve vendimeve të rëndësishme në çdo drejtim. Ka mundësi që kjo periudhë, si jemi tani, mundet që të ndryshoni rrjedhën e historisë, sepse është koha juaj, është momenti juaj në anën e financave,
dhe në anë të tjera që do të keni, sidomos ajo që do thotë çështja ekonomike financiare, lidhje me disa biznese që mund keni, është momenti më i mirë i mundshëm. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me peshore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket shenjës së peshqeve, meqense peshqit tani për tani mundohuni që të jeni sa më korrekt me personat që ju rrethojnë, sepse është një moment mjaft i mirë tani për problemin që mund të keni pasur ose disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, dhe tani vjen momenti dhe koha për të zgjidhur çështje problematike, sepse peshqit gjithmonë janë një hap para ajo që ndodh në lidhje me punën, në lidhje me takimet dhe bisedimet që juve do të keni atë ku juve mendoni, gjykoni dhe çështjet e tjera që do të lindin gjatë kësaj periudhe, duket se i keni mundësit në çdo aspekt. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 25 korrik 2026. Para se ndajmë bashkë, nëse dëshironi trashëgime të detajuara në privat, kemi pikërisht këtë faqe astrologu.al dhe aty pastaj mund të shkoni tek sekretaria, të dërgoni emailin tuaj dhe flasim bashkë nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit se si funksionon shërbimi. Nga unë Njuri Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë të mirat.